Mreshit e para të Dëborës kanë zbardhur në ditët e para të tetorit parkun natyror Korrap Korritni. Ky park vitet e fundit po tërheq të apasionuarit pas ngjitjeve në mal, por edhe pas skijimit. I gjithë parku ofron pista natyrore skijimi për ato që dëshirojnë të kalojnë kohën dhe të argëtohen në këtë sport dimror. Drejtori i administratës së zonave të mbrojtura në Kukës, Lefter Xhana, tha se rreshtit të Dëborës që nisën ditën e djeshme kanë mbuluar këtë park duke ofruar një peizazh mahnitës, por edhe si një ftesë për të apasionuarit pas natyrës në ngjitjes në mal. Me nisjen e rreshjeve të Dëborës, presim që këtë sezon vjeshtë dhe dimri të kemi turistë të shumë të vendas dhe të huaj, të cilët çdo vit vijnë duke ushtuar, tha Xhana. Xhana ka bërë të ditur se nga janari deri në fund të shtatorit në 2025, këtë park e kanë vizituar 27.392 turistë, nga të cilët 15.860 vendas dhe 11.532 të huaj. Vetëm në muajin shtator, ky park u vizitua nga 2.540 turistë, nga të cilët 1.530 ishin vendas dhe 1.010 të huaj. Xhana u bën apel të gjithë turistëve që në këtë ditë ku shtigjet janë të bllokuara në zonat malore dhe koha me mjegull, mirë është të mos frekuentohen pa marrë informacione në Kukës me qëllim parandalimin e aksidenteve. Parku natyror Korrap Korritni është nga zonat më të bukura që ka rajoni i Kukësit dhe veriu i Shqipërisë. Ai shtrihet duke filluar me lartësi 400 metra mbi nivelin e detit deri në 2489 metër, maja e Gjallicës, dhe mund të i gjesh gjithë bukurinë natyrore dhe peizazhet e mrekullueshme. Vizitorët gjatë ngjitjes për në mal vizitojnë dhe monumente të tjera të natyrës si Gryka e Vanave, Ujvara e Belës, liçeni i Kallabakut, ku shijon panoramën që ofron ky liçen.